Në ditën e tretë të seancës ndaj Erion Veliajt, gjykata e apelit vendosi vijimin e masës së arrestit me burg ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Të vetmin ndryshim gjyqtari Engert Pullumbi bëri për biznesmenin Elman Abule, që do të qëndrojë tashmë në izolim në banesë, ndërsa SPAK do të vijojë hetimin për të. Përmes këtij vendimi, trupa vulosi pretendimet e ngritura nga SPAK për presione dhe mundësi që kryebashkiaku i Tiranës të prish provat nëse do të dalë nga qelia. Madje për këtë, në 2 ditë përballje, prokuroria e posaçme paraqiti dokumente shtesë, çka u kundërshtuan prej Veliajt. Pas marrjes së vendimit, kryebashkiaku i Tiranës u rikthye në qelinë e burgut në Durrës, ku do të qëndrojnë, ndërsa avokatët theksuan se do të vazhdojnë ankimimin në gjykatën e lartë. E thot SPAK-u, po nuk është se thot SPAK-u, nuk do të thot se thot ligji. Mi pra, intimidim nuk është term procedurial. Term procedurial është të prishësh provat. Po këtë te ende, gjykata e posaçme apelit la në fuqi vendimin e shkallës së parë për bllokimin e 2 llogarive bankare të Ajola Xoxës. Veliaj po hetohet nën akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave, ndërsa u arrestua në zyrën e Bashkisë së Tiranës në 10 shkurt.